Pas humbjes tragjike të vllait të Gjestit, dhimbja e familjes së tij tronditi të gjithë komunitetin. Shumë njerëz u prekën nga kjo fatkeqësi dhe shprehën dëshirën për të ndihmuar financiarisht familjen në këtë periudhë të vështirë. Për këtë arsye, një person mori nismën për të hapur një GoFundMe, duke e prezantuar si një mundësi për të mbledhur ndihma monetare që do t'i shkonin drejt për drejt familjes së të ndjerit. Në fillim, shumë qytetarë kontribuan me besim të plot, duke menduar se paratë e tyre do të shërbenin për shpenzimet mortore, si dhe për mbështetje ndaj prindërve të Gjestit. Shumat e depozituara filluan të shtoheshin dita ditës dhe solidariteti i treguar u përshëndet nga shumë njerëz që besonin se po bënin një vepër të mirë. Mirëpo, pas pak kohe, filluan të dalin dyshime të forta mbi transparencën e këtij fondi. Hetimet e para treguan se personi që kishte hapur GoFundMe nuk i kishte përdorur parat për qëllimet e shpallura. Përkundrazi, sipas burimeve të afërta, ai kishte tërhequr të gjitha fondet dhe i kishte përdorur për përfitime personale. Ky veprim u përjetua si një tradhti e rëndë ndaj dhimbjes së familjes së Gjestit dhe ndaj njerëzve që dhuruan me zemër të pastër. Lajmi u përhap me shpejtësi dhe shkaktoi një indinjat të madhe publike. Shumë kontribues kërkuan sqarime dhe kthimin e parave, ndërsa familja e Gjestit u gjende edhe një herë në tronditje, kësaj here nga zhgënjimi dhe mashtrimi. Krej rast ka hapur një debat të madh mbi besimin dhe keqpërdorimin e platformave të ndihmës online, të cilat shpesh shfrytëzohen nga individ që kërkojnë përfitim personal. Situata mbetet e rëndë dhe shumë e ndjeshme, ndërkohë që komuniteti kërkon drejtësi për këtë abuzim. Shumë kush ka ngritur zërin që autoritetet të ndërhyjnë dhe të marrin masa të menjëhershme, jo vetëm për të zbardhur këtë rast, por edhe për të parandaluar raste të tjera të ngjashme në të ardhmen. Ky skandal është kthyer në një plagë të re për familjen e Gjestit, që tashmë po kalon një periudhë të errët nga humbja e madhe që ka përjetuar.